Alban Zogaj, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, mirë se erdhe kënaqësimet po në studio. Faleminderit shumë, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit. Po nisim me një lajm të keq për këtë qytetarët e Kosovës, për këtë bizneset dhe të tjerët. Një vendim i zërejës që rryma të shtrajtohet për 16%. Protest e qytetarëve, partit, shumica për tyre kanë kundërshtu këtë vendim të zërejës, përfshi dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, po çka konkretisht bën LDK që kë vendim i zërejës të mos jetësohet? Me të vërtet e thatë mirë, do me thonë një lajmë shumë i keq për ekonominë e Kosovës, për qytetarët e Kosovës edhe për vendin në përgjithësi. Çdo shtrenjtim i çmimit edhe i të energjisë elektrike nënkupton krizë në ekonomi, nënkupton inflacion të ri në ekonomi. Dhe 16% është me të vërtet shumë për arsye se kemi me i po pasojat. Kur flasim për energjinë elektrike nuk është sikurse për çdo produkt tjetër. Se produktet tjera kanë zavendësim. Tek e fundit shtrenjtohet çmimi i një produkti caktuar, ne shkojmë tek zavendësues, i ikim atij produkti. Por te rasti i energjisë elektrike është, si me thon, produkt shërbim tepër i ndihshëm. Qytetarët e Kosovës dhe qytetarët e krejt vendeve nuk kanë ka ikin energjisë elektrike. Ajo është pagesë mujore, cila konsum mujore, cila vjen në vazhdimsi. Dhe kjo rritje ka me pas pasoja shumë të mëdha. Ne e kundërshtuam rritjen si LDK, e kundërshtojmë gjithmonë, kemi dhënë besa edhe opsione tjera, sepse ka gjithmonë opsione. Ne i kemi dhënë opsionet edhe gjatë fushatës elektorale. Një prej opsioneve tona e që letë mundet me u zbatu është me heqë edhe të vëshën në energji elektrike. Dhe kjo me në mënyrë automatike e liron edhe çmimin, po edhe i jep mundësi, si me thonë, krejt sistemit të energjisë me ecë tutje. Mandej, opsione tjera janë edhe me subvencionu. Shqyqot dush me marë parasysh si është ekonomia e vendit. Në çfarë rrethona janë duke jetu qytetarët e vendit, me çfarë çmime janë duke u përballë edhe me i ndihmu ata. Nëse bashkë ka nevojë me u rrit çmimi i energjisë elektrike, atëherë subvencionoje. Subvencionoje përmes formave tjera në mënyrë që qytetarët me i liru. Kjo qeveri në detyrë aktualisht, domethënë momentet më të rënda edhe për ekonominë e Kosovës, edhe për qytetarët e Kosovës, pa asnjë arsyetim, pa asnjë, si më thonë, zgjidhje tjetër ose alternativë, vjen përmes zërejës, normalisht, përmes zërejës, vjen me rritje të çmimit të energjisë elektrike, dhe kjo tash ka me pasu edhe me rritje të çmimeve të produkteve tjera. Sepse energjia elektrike me njëherë reflekton tek çmime tjera, sidomos produktet që prodhohen në Kosovë. Kjo nuk është hera e parë, zoti Zogaj, që ka një rritje të energjisë. Hera e tretë brenda mandatit. Kjo tregon pa aftësi, fillimisht, kjo tregon një pa aftësi të madhe të kësaj qeverie me menaxhu krejt industrinë e energjisë në Kosovë dhe krejt sektorin e energjisë Kosovë. 4 vite mandat i kalum, asnjë investim për prodhim të energjisë. Prodhimi i energjisë në vend, në ekonomi, i liron çmimet. Me qenë se s'ka prodhim të energjisë, ne po jemi të varur prej importit. Pra me ble energji prej shteteve tjera. E normalisht që kur blen energji prej shteteve tjera, ai shitet me çmim të tregut e që është i lartë aktualisht në botë, dhe kësaj pastaj paguje qytetari i Kosovës. Qytetari i Kosovës e pagun çdo import edhe çdo gjë që ndodh në sektorin e energjisë, sepse është sektor i rregulluar. Çmimi i rregullum, prodhimi i rregullum, krejt është e rregulluar dhe krejt barën e merr qytetari i Kosovës, siç ka më e marr edhe tash gjatë vitit pasues. Ne në këto mujt e ardhshëm, mujt e verës nuk kemi me ndi shumë, si me thonë, shtrenjtimin e energjisë elektrike. Por barën e madhe fillojmë me pagu prej tetorit e tutje, kur hymë në dimër, edhe kur tarifat shkojnë lartë dhe kemi me pa çfarë do me thënje ka edhe çfarë impakti ka shtrenjtimi prej 16%. Pra, si konkluzion, vendim i domshëm për ekonominë e Kosovës, vendim i cili është marrë pa konsulta, me arrogancë, pavarësisht krejt sugjerimeve që u dhanë edhe nga
partitë politike, po edhe nga shoqëria civile, pavarësisht protestave dhe kundërshtimeve që u bën, prap me arrogancë vije deri tek vendimi i cili ne e kemi prit, ne kemi ditë saktësisht që do të ndodhë kështu. Pra një lajm i keq për vendin dhe për ekonominë e vendit në përgjithësi. E dim, zoti Zogaj, të martën është thirrur një seancë konstituive. Çka ndodh të martën sipas lidhjes demokratike të Kosovës? Po të martën do duhet ishte një seancë ceremoniale dhe tepër e rëndësishme për vendin ku konstituohet kuvendi. Dhe pastaj zgjidhet edhe kryetari i kuvendit, e kryesia e kuvendit dhe fillon të ecë ora demokratike, kështu siç e quajmë, për krijimin e institucioneve tjera me radhë, siç është edhe qeveria. Pra do të betohen kuvendarët, do të vetohen anëtarët e kuvendit dhe pastaj presim që sipas rregullave, sipas kushtetutës, partia më e madhe me propozu kryetarin e kuvendit dhe me ecë tutje me procedura. Por mund du të me thonë që jemi duke hy në seancën e të martës me paqartësi të mëdha. Me paqartësi të mëdha dhe me pikpyetje të mëdha. E pikpyetjet janë cila është sot shumica në kuvendin e Kosovës. A ekziston një shumicë dhe cila është ajo? Pra ne kemi paqartësi të mëdha. Dhe kjo paqartësi vjen kryesisht si rezultat i një mos transparence të madhe nga ana e të parit, sepse kushtetuta jonë ja ka dhënë të drejtën të parit me fillu këto procese, me i fillu proceset demokratike të krijimit të institucioneve. I pari është jo transparent dhe arrogant. Arrogant në plot kuptimin e fjalës. Shikoni, kanë shku 2 muaj prej përfundimit të zgjedhjeve, nuk e kemi akoma një paraqitje të fituesit të zgjedhjeve para qytetarëve të vendit. Një paraqitje ku ai na tregon e para qysh e mendon krijimin e institucioneve dhe e dyta, cili është programi i tij pastaj qeverisës, nëse arrin me i kriju institucionet. Asnjëra arrogancë, ikje prej paraqitjes, ikje prej përgjegjësisë ndaj qytetarëve, mos transparencë plot dhe pastaj pasiguri. Pasiguri për të gjithë. Pasiguri për qytetarët e Kosovës, por edhe për të gjithë të tjerët që kanë interes për vendin, edhe me ditë se qysh do të ecë ky vend në këtë mandat. Andaj me thonë të drejtën, ne po hymë në seancën e të martës me disa pasiguri dhe paqartësi, por ka dhe disa ditë përpara, e në politikë rrjedhat munden me ndodhë dhe shpejt. Kështu që me qenë se ka dhe disa ditë përpara, deri tek e martja, ta shohim edhe të presim se çfarë ngjarjesh do të ketë. Dhe cili do të jetë pozicioni i lidhjes demokratike të Kosovës? Do të merrni sigurisht pjesë në seancë, por a ka mundësi për shembull që LDK mund ta votoj kryetarin e kuvendit në mënyrë që të themelohet institucion, si më thoni, kuvendit, kryetarin në kryetarit kryesia. Cili do të jetë qëndrimi i LDK-s në seancën e të martës? Pozicioni i LDK-s tashmë është i qartë. Ne normalisht që do të marrim pjesë në seancën konstituive, do të betohen anëtarët e kuvendit. Dhe pastaj, ashtu siç e tha dhe kryetari Abdi Gjiku në regjistrim të kuvendarëve, të anëtarëve të kuvendit, e tha që ne nuk kemi vot as për kryetar të kuvendit pa marrëveshje. S'ka vot, qysh me pas vot për dikë cilin ne nuk e përkrajmë. Dhe qëndrimi jonë është krejtësisht i qartë. Ne kemi dhënë përgjigje edhe për lëvizjen vetëvendosje në thirrjen e tyre për të ulë në tavolinë. Pra kemi refuzuar edhe atë dialogim, si me thonë, ose atë diskutim, edhe i kemi dhënë një përgjigje të qartë që nuk ka qeverisje me lëvizjen vetëvendosje aktualisht për shumë arsye. Për shumë arsye. Këto arsye lidhen edhe me krejt qeverisjen 4 vjeçare, lidhen me dallimet e mëdha që kemi ne edhe ideologjike, po edhe konceptuale, edhe të programit. Dhe gjithashtu lidhen edhe me qëndrimet tona, të cilat nuk janë qëndrime të sotit.
janë qëndrimet të krejt qeverisjes 4 vjeçare, pra të opozitarizmit ton, qëndrimet të fushatës, të qarta, që nuk do të qeverisim me lëvizjen vetëvendosje, dhe pastaj edhe qëndrimet pas fushatës. Po më intereson kjo deklarata e kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjikut. Tha se një parti që nuk i ka gjartë e një numra, nuk i takon kryetari i kuvendit. A ma shpjegon pak çfarë dashur me thonë Lumiri me këtë pjesë? Po, kjo është deklaratë që kërkon që i pari me i kriju numrat edhe shumicën. E mandej me votu edhe kryetarin e kuvendit, po edhe qeverin. Sepse nëse i kanë numrat për ta votu kryetarin e kuvendit, ata e votojnë edhe qeverin. Me një seancë e zakonshme me nëna asaj dite. Kështu që nëse ti nuk i ke numrat, as nuk e meriton me qenë në ulsen e kryetarit kuvendit. Pra, kuvendi i Kosovës, vendi ka nevojë për një shumicë e cila pastaj qeverisë. Nëse nuk i keni numrat, duhet me tregu. Me tregu që si kemi numrat dhe pastaj me vazhdu në bazë të rregullave. E rregullat janë të qarta. I pari e ka të drejtën me fillu themelimin e institucioneve, nuk mundet me emri shumicën për arsye të ndryshme, e në rastin ton arsyet janë të shumta, atëherë lëshon rrugë për të tjerët me kriju shumicë. Pra shqyqoni këtu në shpesh unë po e ndëgjoj edhe keq interpretohet kjo që i dyti me automatizëm e merë, si me thonë, flamurin e krimit të institucioneve. Jo, kushtetuta jonë është e qartë. Thot, nëse i pari nuk arrin, atëherë të tjerët që arrin me dorëzu në nënshkrime tek presidentja dhe me bind presidentën që e kanë shumicën, ajo ja jep mandatarin. Pra jo me automatizëm i dyti, por të tjerët që në kupton partia e tretë, e katërta në rast tjetër e kështu me radhë. Pra, ai që arrin me bind presidentën, e që i ka edhe në nënshkrimet, edhe numrat, edhe shkon të presidentja, thot, presidenti e vendit, ne e kemi shumicën, na ofron mandatarin, ecim tutje me krem të institucionit. Në ditën kur u registruan deputetët e lëvizjes vetëvendosje, zoti Zogaj po bëjsej i keni pa shumica e deklarata aty, nëse janë numrat, janë 61, janë 63, Albin Kurti do të jetë kryeminist, Glau Kornjusa kryetari i kuvendit, por të njëjtën ditë këtë në fund i shefja e grupit parlamentar Mimoza Kusari Dila thanë nuk i kem numrat, tha po na mungojnë 2. A përjashtohet si mundësi për shembull që të nisë seanca e kuvendit, por që të mos përfundoj me konstituimin e kryetarit kuvendit dhe atëherë nuk ka asnjë afat as ligjor, as kushtetues se kur mund të thirret seanca e dytë. A besoni që lëvizja vetëvendosje do ta bëj këtë, ndoshta për shkak të numrave ose për çfarëdo arsye tjetër? Nuk e dim. Kjo është përgjigjja që kisha më dhënë aktualisht. Nuk e dim, nuk ka transparencë. Pra edhe ne, sikurse edhe analistët politik, sikurse edhe ju në media, sikurse të gjithë qytetarët e Kosovës këto ditë, jemi në një terr informativ të mos transparencës edhe të hamendësive, pikpyetjeve të shumta. Ne nuk e dim, për arsye se s'kemi pa asnjë deklarim serioz. Këto deklarime që ju tash i përmendet, unë konsideroj që janë deklarime jo serioze. I kemi numrat, si kemi numrat, ne nuk e kemi pa një marrëveshje të koalicionit në një situatë ideale, ulen partitë politike në nënshkruajnë marrëveshjen e koalicionit, dihen sakt numri deputetëve të partive politike, shkohet në seancën e kuvendit përgatitur edhe votohet ecet tutje me konstituim të si me thonë institucioneve. Kësaj radhe s'ka as nënshkrim të koalicioneve, të marrëveshjeve. As nuk ka takime zyrtare. Ne nuk e di ma ka ndodhur ndonjë takim zyrtar deri më tani. E vetmja letër zyrtare që ka ardhur deri sot në skenën politike të Kosovës është letra e dërguar tek LDK, tek ne, dhe të cilën ne e refuzuam, pra takimin të cilin e refuzuam. Ne nuk kemi pa ndonjë takim tjetër zyrtar, në mënyrë që pastaj me arrit një konkluzion të caktuar. Pra këtë e bën jo transparenca dhe kjo është shumë e dëmshme për vendin, sepse po krijojmë edhe precedent shumë të rrezikshëm.
Pra me vazhdu tutje me jo transparencë, me pikpyetje të mëdhaja, me hyrje në seancë, me hamendësime të mëdhaja. Mirë po, në anën tjetër duhet me theksu që ne kemi pas një rast të tillë, kur kuvendarët janë betu, por nuk është konstituu kuvendi në tërësi dhe ka zgjatë për një kohë të caktuar për shkak të pamundësisë së krijimit të shumicës në kuvend. Dhe mund të përsëritet një situatë. Mund të përsëritet, patjetër, është një prej opsioneve, është një prej alternativave, të cilën duhet presim edhe ta shohim ditën e martës se çfarë po ndodh. Ne jemi komod shumë, do të shkojmë të martën në seancë, qëndrimin e kemi si me thonë, shumë të qartë, kristal. Qëndrimi jonë është që nuk ka qeverisje dhe nuk ka vot për lëvizjen vetëvendosje. Zogaj, por a jeni unik si grup parlamentar? A mund të përshkoj lëvizja vetëvendosje ose Albin Kurti të ndonjë nuk e besoj këtë. I lidhjes demokratike? Nuk e besoj edhe nuk do të doja me e besu edhe nuk e besoj. Thonë të drejtën, ne kishim një takim shumë të mirë të grupit parlamentar të LDK-s, ditë më parë. Shumë i mirë, me një frymë shumë pozitive, me një disponim shumë të mirë. Dhe aty diskutuam shumë tema, normalisht e diskutuam edhe mbarvajtjen e seancës, por edhe temat të tjera. Dhe nuk u po aty që ka ndonjë presion ndaj ndonjërit prej antarëve tonë për një gjë të tillë, për ndonjë peshkim, thojza po e quajmë, pra ne nuk e vërejtëm, nuk kishte një presion të tillë, nuk dëshiroj me besu një gjë të tillë. Sepse nuk është korrekte. Ky është besimi im, tash po flas nga perspektiva ime, nuk është as pak korrekte që një personalitet i caktuar me i fitu votat me fanellën, me logon e LDK-s dhe votat e LDK-s, e pastaj ato vota me i tradhtu votues të LDK-s, edhe ato vota me i shu dika tjetër në kundërshtim me qëndrimet politike të partisë politike. Ne aty jemi ekip. Po ka pasur raste kur ka pasur absolutisht raste, por nuk janë shembuj të mirë në be. Nuk janë shembuj të mirë dhe ne duhet këtë praktikën e lëvizjes, e shitblerjes në thojza apo e quaj të deputetëve me eliminu gradualisht, edhe sidomos me dënu. Nëse ndodh me dënu fuqishëm, po edhe qytetarët duhet me dënu. Nuk duhet me leju qytetarët që kaq lehtë me u bë këto lëvizjet. Po ta kujtoj në deklaratë e Albin Agjiut, ose Albin Kurti kryeministër ose në zgjedhje të reja. Nuk është deklaratë serioze, nuk thot asgjë, është një si me thon presion i cili nuk thot asgjë, sepse zgjedhjet e reja nuk varen as nga Albin Agjiu, e as nga lëvizja vetëvendosje, e as nga ne të tjerët. Zgjedhjet e reja varen nga rrethonat politike, edhe pastaj vendimi i presidentes. Dhe gjithmonë duke marrë për bazë kushtetutën e vendit. Rregullat janë shumë të qarta, edhe e dimë ne kush i cakton zgjedhjet. Pra ajo është një deklaratë totalisht jo serioze, një farë mini kërcënimi kisha me quajt, kërcënim, po në anën tjetër edhe një farë presioni partive të tjera politike, që nëse nuk vini me ne ju dërgojmë ju në zgjedhje. Jo, në zgjedhje shkohet, ka procedurë për me shku në zgjedhje. Dihet që shkojmë në zgjedhje. Në zgjedhje mund të shkojmë shumë lehtë, zoti Zogaj, por shamo në rast se Albin Kurti, lëvizja vetëvendosje, nuk ka numrat, dështon një pari për të krijuar institucionet, dhe më pas, po thonë kushtimisht dështojnë edhe parti tjera, dhe atëherë vendi mund të shkojnë në zgjedhje. Dhe është në e gatshme për zgjedhje të reja. Edhe kryetari Abdi Gjiku, tash vonë, e tha shumë qartë. Nuk jemi akoma në atë pikë të diskutimit. Edhe në pyetje ndaj gazetarëve. Nuk jemi në atë pikë diskutimit. Edhe unë kështu se ky është qëndrimi. Pra kur të vijmë në atë pikë të diskutimit, kur i pari dështon me kriju shumicën, atëherë vjen radha e jonë, po e quaj kështu kushtimisht. E jona në kuptimin e opozitës, që tash s'ka dhe opozitë dhe nuk është mirë edhe me quajt opozitë ne vetën, sepse aktualisht s'ka as pozitë as opozitë.
Aktualisht ka grupe parlamentare në kuvend të Kosovës edhe e shohim kush e krijon shumicën. Po na vije rradha neve të tjerëve në mënyrë që ne me tentu pastaj me kriju Dhe çka bën konkretisht shumicën. LDK-ja zoti Zogaj në rast se partia e parë nuk arrin të sigurojë numrat? Çka konkretisht do të bëjë Lidhja Demokratike e Kosovës? Lidhja Demokratike e Kosovës i ka pastaj organet e veta, edhe të cilat ulen, e analizojnë situatën, edhe e marrin një qëndrim të ri politik. Aty nuk jemi akoma, unë si antari kryesisë edhe si antari grupit parlamentar tash të LDK-s, nuk mundem me thonë ma shumë asgjë se sa kaq. Sepse ne i kemi organet tona, ka një hierarki, kryetari me nënkretarët, me të tjerët, kryesia, mlidhen e analizojnë situatën e re, sepse ajo pastaj neve është një situatë krejtësisht e re. Po pak a shumë edhe mund të dihet. Sot nuk jemi në atë pikë, jo, nuk e dim sepse ne mundemi mu befasu të martën. Mu befasu, më thojës apo e them. Befasohemi me një situatë politike, e shohim një shumicë dvogël që po quhet ajo shumica prej 61 deputetëve, shohim një shumicë, krijohen institucionet, ecin tutje. Pra, nuk e dim. Tash mundemi me supozu, mundemi me dhonë kahje, diskutime, por nuk e dim. Kur të vijmë në atë pikë, kur e shohim faktin që i pari ka dështu me kriju shumicën, atëherë ulemi dhe marrin qëndrim të ri politik. Por situata, shqeqoni, ne duhet me thonë, edhe këta skëmqarve pa e thonë edhe para te edhe para qytetarëve të Kosovës, që situata nuk është e thjeshtë, është e komplikume kjo situatë politike në Kosovë. Sepse numrat janë asisoj të komplikum, dhe tjetra është që i pari fituesi zgjedhjeve nuk i kalon derë vetës për komunikime para, edhe e dyta për bashkëqeverisje, nuk i kalon derë vetës, për shkak të një arrogancë të teprume 4 vjeçare, për shkak të ofendimeve të vazhdueshme gjatë qeverisjes 4 vjeçare, gjatë fushatës, një fushat me linçime, me përqarje, me linçime, me ofendime. Dhe sidomos mandej edhe pas fushatës. Dhe këto është vështirë me u të i kalu, edhe ne po e themi vazhdimisht, edhe unë, edhe kolegët e mi. Ka një hendek mes nesh. E ky hendek është edhe ideologjik, po është edhe hendek i tjetër, hendek i doparimeve. Këtë jonë e madhe, tash me keni publik ndaj partisë që ka dale para. Por, a mund të ketë një qeveri të opozitës? E përmendet që nuk thuhet askon që i dyti në rast se dështon i pari, të nisë të negociojë me të tjerët, por mund të i treti dhe i katërti. Për shembull, a mund në rast se lëvizja vetëvendosje nuk i bën numrat, a mund ta shohim një qeveri të partive që kanë qenë në opozit? E keni thënë disa herë dhe gjatë fushatës zgjedhore, edhe ju si LDK, por edhe të tjerët, se preferonin një koalicion qeverisës me parti që kanë qenë në opozit. Duke nënkuptuar kështu një koalicion nga LDK, PDK, AK, Nisma. Juve besoj, ju kujtohet kur ne pas një mbledhje maratonike të kryesisë LDK-s dolem edhe me qëndrim publik, edhe kryetari Lumiri doli edhe me qëndrim publik pas asaj mbledhjes së kryesisë. Dhe aty ishin 3 pika kryesore. E para, jo qeverisjes me vetëvendosjen, pik. E dyta, në një situatë ku LDK hyn në qeveri, hyn vetëm me kryeministër Lumir Abdigjikun, dhe e treta, që është shumë e rëndësishme me theksu, është që preferojmë dhe insistojmë në një qeverisje stabile afatgjate. Po që kjo pika tretë, pak e zoshme, e komplikume, zoti Zogaj. Po e komplikume. Për shkak se hajde që po thojnë PDK hipotetikisht mund të heqë dorë nga pozita e kryeministrit, por si të qeverisni 4 vjetë, për shkak se nuk janë numrat. Mund të ketë zgjedhje të reja të rasti për çështën e presidentit. Unë e thash edhe më herët që situata është e komplikume, shumë e komplikume. Pra është kjo pika tretë një mbyllje derës për partitë që kanë qenë në opozit. Jo krejtësisht, sepse duhet të ulemi, duhet të analizojmë se si mundet me shku vendin në një qeverisje ma stabile, afatgjate. Kështu që,
kur të vijim të ajo pikë, edhe njerë po e ritheksoj, sepse unë e kuptoj insistimin tuaj me fillu me e parashiku të ardhmen. Por është me të vërtet e vështirë, dhe sidomos për ne politikanat është e vështirë me fillu me hamensime e me pikpytjet mëdha, me supozime, me kriju, si me thonë, planifikim për të ardhmen. Ne kemi vendosur që fillimisht ta shohim i pari qysh do të veproj në këto ditët e javët në vazhdim, dhe pastaj kur të vijim tek pozicioni ynë, e është i shkurt në kuptimin e ditëve, pozicioni i të tjerëve, sepse pastaj i kemi 15 ditë në dispozicion për të kriju shumicë, do të ulemi, do të analizojmë fillimisht mrena vetës, që në kupton mrena kryesisë, mrenda grupit parlamentar, po edhe këshillit përgjithshëm të LDK-s, dhe pastaj do të ulemi edhe me të tjerët dhe me pasë si mundemi me ecë tutje. Mos të harrojmë gjithmonë këto procese politike, përveç që duhet me shiku pak mrapa, duhet me shiku dhe përbara. Pra këto procese politike nuk janë nazë, nuk jemi ne vetëm sot këtu si parti politike. Kemi edhe një të kalume, po e kemi edhe një të ardhme përbara. Kemi zgjedhjet lokale në prag të derës, të cilat potencialisht mund me ndodhë në tetor. E kemi pasaj zgjedhjen e presidentit, dhe krejt këto procese politike duhet me u pa të përbashkëta, sepse nuk mundemi me mendu edhe mu izolu në oazë dhe në momentin e ditës së sotme. Në një skenar, për shembull, ku PDK mund të heqë dorë si partia e dytë me postin e kryeministit, t'i ofroj lidhjes demokratike të Kosovës, a mund të ketë një qeverisje në rast se PDK merrni në vesh edhe me parti tjera, të qeverisni, por jo me atë pikën e tretë të cilën e ka publike. Do ta shohim neve, do ta shohim, nuk mundem me dhënë përgjigje në këtë pyetje, nuk më takon, nuk i kam aktualisht informatat e as autorizimin për me dhënë një përgjigje tillë. Kjo përgjigje do të vije me njëherë pas, si me thonë, veprimeve të para që i shohim ne me njerë gjatë javës të ardhshme. Sepse ne javën e ardhshme të martën do të shohim ku qëndron partia ma e madhe, ose grupi më i madh parlamentar, ku qëndron me numra. E shohim ne të martën. Dhe a beson se do të arrijë gjashtë zoti Zogaj, deri të martën? Po, teorikisht ekziston një mundësi më mri gjashtë teorikisht. Sepse janë 120 deputet, edhe ka disa parti politike, pra ta shohim ne deri të martën qysh po zhvillohen ngjarjet politike, pra teorikisht ekziston mundësia me u kriju. Duket shumë e komplikuar, na duket, por teorikisht normalisht që ekziston një mundësi e tillë. A mund të ketë zgjedhje, ju shpërmendur edhe një skenar tjetër zoti Zogaj, se Albin Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, po dëshiron që ta zvarrisë procesin dhe të ketë zgjedhje të përgjithshme, të jashtëzakonshme, edhe zgjedhje lokale. Është përmend një opcion i tillë, kemi ndëgjuar edhe ne, analizohet një opcion i tillë. Unë konsideroj personalisht që do të ishte shumë e dëmshme për vendin, sepse e para zvarritet themelimi i institucioneve, pra ne për disa muaj me radhë nuk do të kemi qeveri të plot fuqishme në vend, do të kemi një qeveri e cila është në detyrë dhe e cila normalisht që edhe nuk mundet me i marrë krejt vendimet e duhura dhe edhe që i nevojiten vendit. Kjo është dëmi i parë që i bëhet vendit. Dhe e dyta pastaj shkojmë në hipotetikisht në zgjedhjet përbashkëta e cila është shumë vështirë edhe mu menaxhu. Edhe është dëm për qytetarin e Kosovës. Sepse gjithmonë e mira është me u koncentru ne në zgjedhjet për cilat shkojmë. Koncentrohemi në zgjedhje lokale, i përfundojmë ato, krijohen institucionet lokale, ecim tutje. Pastaj koncentrohemi në zgjedhjet qendrore e jo me i miksu këto, sepse e vështirësojmë edhe vendimarrjen e qytetarit. Edhe i bojmë dëm vendit në shumë aspekte. Andaj konsideroj që nëse ky skenar realizohet, e që nuk e dim, por nëse realizohet është i dëmshëm për vendin në përgjithësi. Në bazë
të qëndrimeve të lidhjes demokratike të Kosovës, a i bie përfundimisht se LDK është e përgatitur tashmë për të qëndruar në opozitë? Ne aktualisht kemi refuzuar një letër, një thirrje për të ullë në diskutim edhe në tavolinë. Dhe kemi bë atë refuzim me një argumentim qëndrueshëm, me një argumentim cilin e kemi dhënë edhe përpara. Pra kjo nuk është edhe e re edhe për qytetarin e Kosovës, e sidomos nuk është e re për strukturat tona dhe për votuesin tonë, për votuesin e LDK-s, sepse këtë kemi thonë në vazhdimsi. Dhe edhe kryetari jonë e tha shumë mirë edhe në letrën e tij publike që duhet mësohemi pak me ju qëndru mbrapa fjalëve. Pra ne në vazhdimsi, edhe në opozitarizëm gjatë 4 viteve, edhe në fushat zgjedhore kemi thonë nuk bëjmë qeveri me këta njerëz. Nuk qeverisim me këta njerëz. Për shumë arsye. Për dallimet e mëdha ideologjike, për dallimet e mëdha konceptuale programore, ne dallojmë me ta gatin secilën temë. Çdo temë që hapet, ne dallojmë me ta. Ja, edhe në këtë temën e fundit të çmimit të energjisë elektrike, ne kemi dallime drastike me ta. Dhe ne edhe si me thonë, edhe zhvillimin energjetik të Kosovës e shohim ndryshe me ta. Ata e kanë refuzuar gazin amerikan, ne jemi për gazin amerikan. E mos flasim për çdo temë tjetër. Për çdo temë tjetër duke fillu prej ndërmarrjeve publike, prej ekonomisë, e në politikë të jashtme, marrëdhënia me partner tonë ndërkombëtar, ne kemi dallime drastike me ta. Qysh me qeverisë, me një grup politik me cilin ki dallime të mëdha. Dhe këtij hendeku pastaj i është shtu edhe ofendimi i vazhdueshëm që na është bë. I vazhdueshëm. Një skenar, zoti prej Zogaj. quajtjes bashkëpunëtor të Serbisë, që është e tmerrshme dhe e turpshme me u përdorë si term, bashkëpunëtor të Serbisë, e deri te termet e fundit e ofendimet që na u janë bërë edhe gjatë fushatës elektorale, e deri tek termet e fundit, domethënë hajvanate e tmerrshme. Një skenar, zoti Zogaj, që do të evitante zgjedhjet të rasti presidentit është nëse lëvizja vetëvendosja dhe PDK bëhen bashkë qeverisin. A beson në këtë opsion? Nuk mund të them edhe në këtë asgjë, do të ishte shumë e padrejtë, edhe do të ishte jo korrekte edhe politikisht prej meje që unë tash me dhonë deklarime për 2 parti tjera politike. Ne do të apresim seancën konstituive, do të shohim veprimet e ardhshme politike, sidomos të partisë më të madhe. Pastaj do të shohim si ecim tutje, nëse presidentja ja jep, si me thonë, radhën të tjerëve, do të analizojmë situatën. Pra, kur të vijmë në atë pikë, do ta kalojmë atur. Kur të vijmë te ura. Dhe ç'është situata brenda lidhjes demokratike të Kosovës, zoti Zogaj? E pam ish-kryeministrin Abdullah Hoti, i cili po kërkon një proces të ri zgjedhor në LDK, për shkak të rezultatet dhe gjithë ato raportime që janë kohën media. Ç'është situata brenda lidhjes demokratike të Kosovës? Ne kishim një takim të grupit parlamentar, i cili ishte me të vërtet një takim shumë i mirë, me një frymë pozitive dhe me një unitet të plotë. Andaj unë konsideroj që kemi një grup shumë unik të LDK-s në parlamentin e Kosovës. Gjithashtu, kemi pas mbledhje të kryesisë qendrore të LDK-s pas zgjedhjeve, në të cilën mbledhje ka pas diskutime të shumta, dhe kjo është fryma e LDK-s. Kjo është e mira e LDK-s. LDK është parti demokratike ku shprehet lirshëm mendimi. Dhe kjo është pse unë dhe të tjerët aty mburremi me një frymë shumë pozitive, të lirshme të shprehjes së mendimit. Dhe ka pas mendime, ka pas qëndrime prej të gjithë anëtarëve të kryesisë lidhur me rezultatin, lidhur me fushatën e kështu me radhë. Konkluzioni është, dhe kjo nuk është vetëm konkluzioni kryesisë të LDK-s, por është konkluzion edhe i antarësisë tonë të përgjithshme,
që rezultati i LDK-s është rezultat pozitiv. Pra ne kemi një rritje prej 5-60%, një rritje prej së paku 70.000 votave. E kjo është një rritje solide, e cila duhet me u respektu, e cila duhet me u duar trokit. Nuk e kemi arrit rezultatin e dëshiruar dhe të planifikuar, por kemi arrit një rezultat solid, të suksesshëm, i cili është ngritje. Dhe atë ngritje prej 5-60%. Pas diskutimeve në kryesi, ne ishim pak të befasum që një qëndrim i tillë doli edhe në publik, por s'ka gjë të keqe. Nuk ka gjë të keqe, sepse kjo edhe një herë tregon demokracinë e LDK-s. Pra nuk ka problem antarët e LDK-s me i shpreh mendimet. A ka zyrtarë të tjerë që kërkojnë zgjedhje brenda partisë, apo është vetëm Avdullahu? Nuk janë shpreh, nuk ka pas një, si me thonë, shprehje të tillë të opinionit. Ne respektojmë mendimin e ish kryeministrit Avdullahut, respektojmë edhe Avdullahun si një prej antarëve devotshëm të grupit tonë, të familjes tonë politike, edhe një prej antarëve kyç edhe të grupit parlamentar tani. Do me thonë është edhe një prej më të votuarve në grupin tonë parlamentar, por ne kemi edhe strukturat, i kemi edhe organet në cilat i shtjerrim krejt diskutimit. Por mua më duhet me thonë edhe një gjë. Ne kemi edhe një rregull, edhe një statut, në bazë të cilit edhe ka rregulla që shkohet edhe në zgjedhjet mbrëmshme. Për aq më tepër që ne tash voni kemi pas zgjedhjet dhe kryetari Abdi Gjiku është votu unanimisht. Tjetra është që kryetari Abdi Gjiku është votu prej më shumë se 85% të votuesve të LDK-s. Kjo ka qenë edhe një vull tjetër e fuqishme, e cila, si me thonë, e ka vullos leadershipin e Lumirit aktual në LDK. Andaj, këto mendime, është mirë që shprehen, munden me u diskutu, por nuk ka diçka, si me thonë, serioze. Unë shumë besoj që ne kemi një grup unik parlamentar edhe një kryesi shumë unike aktualisht. Zoti Zokaj, para pak ditësh u shënua dita e kushtetuesës. E dim që edhe ju si LDK, por edhe parti tjera opozitor ka nisur me 10 ligje të qeverisë Albin Kurtit, por edhe kjo qeveri njihet si kampione e shkeljes së kushtetuesës. Pse ka të shumë shkelje? Po sikurse me çdo proces tjetër. Sikurse me çdo proces tjetër, kjo qeveri është tregu qeveri arrogante. I ka pas numrat, edhe pastaj i ka shfrytzu atë shumicë politike për arrogancë të tejskajshme. Dhe këtë arrogancë, kjo qeverie, ky kryeministër, e ka tregu edhe ndaj kushtetutës vendit, edhe ndaj krejt ligjeve tjera, e tash zvoni edhe ndaj prokurorisë, edhe ndaj mediave, edhe ndaj partnerve ndërkombëtar. Pra kjo nuk është rastësi. Është seri e veprimeve politike të kësaj qeverie dhe të kësaj partije politike, edhe të këtij kryeministri. Arrogant, kryeneq, edhe i shkel të gjitha. I shkel të gjitha, deri te prokuroria. Prokuroria e thret në intervistim, që do duhet të ishte një intervistim normal. I zoti i shtëpisë duhet me u përgjigj për problemet që i ka shtëpia. Ai nuk përgjigjet. Megjithatë u dënua 250 euro nga gjykata. Po kjo është dënim qesharak, domethënë është dënim qesharak. Edhe dul pastaj prapë përqeshi në një deklaratë të cilën e kom lexuar, se kom dëgjuar kështu origjinale, po e kom lexuar në media ku e ka përqesh edhe dënimin. Mos u mërzitni se u dënojnë kanë herë. Më dënojnë edhe mua, domethënë që unë jam qytetar i rëndom të kësaj republike, por s'është ashtu. Pse nuk paraqitet në prokurorinë speciale sipas jush, Albin Kurti? Po nuk mundem bash sakt me e ditë, por është arrogancë. Është në cilësinë e dëshmitarit. Absolutisht, cilësinë e dëshmitarit, cilësinë e zotit shtëpisë, unë e them shpesh. I zoti i shtëpisë duhet me u përgjigj për problemet që i ka brenda shtëpisë vet. E këtu ka probleme ky vend. Edhe kjo qeveri nuk është pa probleme. Ne kemi pa aty ka akuza trona
të mafisë energjetike, ka akuza trona për rastin e rezervave shtetërore, ka akuza trona në procese tjera në të cilat i zoti i shtëpisë, kryeministri i vendit duhet me u përgjigj për aq sa din, sepse është përgjegjësi kryesor. E ka para shtresën krye ministër, unë tash zotëri përgjigju për problemet që i ka vendi, qeveria jote, ministrat e tu, proceset. Dëshmitar nuk ka asgjë të keqe. Nuk përgjigjet për arsye se tregojnë arrogancë në çdo situatë. Arrogancë e tejskajshme në çdo situatë. Edhe shkelje e krejt proceseve, edhe krejt procedurave, e krejt ligjeve, duke përfshirë dhe kushtetutën. E di që ndoshta s'ki qef me hi këtë pjesën, por s'kam qare për ta bëhet që të pyetje. Nuk jemi në kryetari komunës Prishtinës, por u bllokua edhe projekti i sheshit George Bush, komuna e Prishtinës ngriti një padi dhe po them kushtimisht ky ping-pongu i akuzav mes komunës Prishtinës dhe Ministrisë Kulturës po vazhdon ende. Pse u nal George Bushi? Po bën gati një muaj që unë veç se kam dhënë dorëheqje prej komunës së Prishtinës për shkak të ligjeve. Edhe këtu kisha dashur me u lidh qysh kjo qeveri është duke i thyer edhe ligjet aktuale edhe ligjin që vetë ka për shkak dorëheqjes. E ka bë për shkak të dorëheqjes. Këta nuk dhanë dorëheqje. Dhe tash këtu e kemi edhe një problem që mundet me na lind ndërkohë. Kryeministri, ose jo kryeministri, po deputeti Albin Kurti, a është deputet apo është tash kryeministër? Ndoshta mund të ofrojë dorëheqjen në seancën e të martë. Ose po mirë, nëse e ofron dorëheqjen është në rregull, por nuk mundet me i marrë dy pozicionet në të njëjtën kohë. Sikurse unë s'kam mujt me i marrë dy pozicionet në të njëjtën kohë. Unë është dashur me dhënë dorëheqje prej nënkryetarit të Prishtinës për me marrë pozicionin edhe pozitën e deputetit kuvendit të Kosovës. Andaj, jam që një kohë pra jashtë proceseve të komunës, por gjithmonë me mendje dhe me zemër atje, sepse e përcjell në mënyrë aktive punën e komunës Prishtinës. Unë mundem me thonë një gjë që kryeqyteti është bloku nga institucionet qendrore me tendencë dhe me agjendë. Këto e thonë me bindje të plot, sepse nuk është vetëm një veprim, por janë një sër veprimesh, të cilat e kanë bloku kryeqytetin në vazhdimsi. Dhe projektet kryesore dhe tash edhe George Bushi. Dhe të gjitha blokadat janë me arsyetimet e trashëgimisë kulturore. Edhe me idenë që nuk janë marrë lejet me kohë tjera që ne mendojmë që janë edhe tendencioze, po edhe që po e mbyllin derën e komunikimit. Sepse në këto procese ka komunikim mes institucioneve. Në një situatë ideale, institucionet ulen edhe komunikojnë mes veti edhe i rregullojnë procedurat edhe ecin tutje me projekte. Sepse po të nisemin nga kjo qasje bllokuese, çdo projekt bllokohet. Ju lutem. Edhe jo veç Kosovë, po në secilin vend botës. Shqyqoni, tuneli Agim Ramadani është një projekt fantastik. Nuk po vazhdon tutje për shkak se është në qendër të qytetit dhe potencialisht mundet me e cënu edhe xhamin e Qarshis dhe objekte tjera që janë në atë zonë. Por mu nisna prej kësaj qasje. Atëherë asnjë tunel në Rom, asnjë tunel në Zyrich nuk ishte ndërtu, asnjë tunel në Vjenë nuk ishte ndërtu. Por ne kemi ofru një projekt i cili i parasheh krej dhe i paraprim këtyre problematikave. Njëjtë ishulli urban që e lidh Arbrin me Pallatin e Rinisë, bllokimi është absurd, është absurd bllokimi. E tash edhe bllokimi i George Bushit është absurd. Pse? Cënohet hoteli Grand. Po çysh cënohet hoteli Grand me projektin George Bush? Ju lutem. Cënohet ndërtesa e Radio Kosovës. Po nuk preket ndërtesa e Radio Kosovës me atë projekt. Me atë projekt preket pjesa e poshtme, pjesa e sipërfaqes toksore. Dhe ajo veç ka mjaftu vlerën atij objektit të Radio Kosovës. Edhe besa ndërtesës rektoratit, veç jashton vlerën bibliotekës kombëtare të Kosovës, projekti i George Bushit. Jashton vlerën katedrales, jashton vlerën krejt asoj zone, është një projekt fantastik. Por
Ne mendojmë që blokadat kanë tendencë politike. Sepse dëshirojnë me e pa dështimin e përparimit në kryeqytet, e mandej edhe dështimin e LDK-s në kryeqytet dhe i bllokojnë projektet. Alban Zogajt, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit, ishte kënaqësi si gjithmonë me bisedu me ty. Faleminderit. Faleminderit.